Edhe këtë të mërkur vijoj djegja e mbeturinave në landfillin provizor të qytetit të Vlorës. Zjarfiksi mori informacion në orët e paradites për vatra të tjera zjarri, por tashmë më të vogla se ato të 2 ditëve më parë. Shërbimi i zjarfikës ndryri për të bërë të mundur lokalizimin e përhapjes së këtyre vatrave, ndërsa situata ka qenë në normalitet dhe jo aq problematike sa u shfaq në orët e kaluara. Nisur nga kjo situatë, një automjet i shërbimit zjarfikës ka qëndruar në këtë territor për të mbajtur në kontroll dhe në vëzhgim vendin e grumbullimit të mbetjeve urbane të qytetit sa i përket situatave nga zjarret. Aktualisht institucionet po hetojnë për këtë zjarrvënie, që me shumë mundësi edhe sipas Bashkisë së Vlorës është një zjarrvënie e qëllimshme. Gjithsesi, tashmë situata është në kontroll dhe këtë të mërkur vatrat kanë qenë të vogla dhe që nuk kanë patur përhapje të mëtejshme, kryesisht të tymit në territorin e banesave përreth.